Së pari unë nuk kam parë kritika nga deputetët e partive opozitare apo nga lëvizjave të vendosje. Kam parë kërkesa nga organizatat e shoqërisë civile, të cilat më kanë kërkuar që sa më parë të thrasë seancën konstituive. Ju e dini shumë mirë që Kushtetuta e Republikës Kosovës jep të drejtën presidentit, në këtë rast mua, me që jam ushtruese detyrës së presidentes së Republikës Kosovës, 30 ditë afat për të thirrur seancën konstituive. Duke pasur parasysh që në momentin kur Kuvendi i Republikës Kosovës konstituohet, duke i pas parasysh numrat në Kuvendin e Republikës Kosovës, ai do të konstituohet, pra nuk do ta kemi problemin e fillimit të vitit apo të prillit të vitit kaluar. Pra duke qenë që pas konstituimit të kuvendit fillojnë të rrjedhin afatet kohore për zgjedhjen e presidentit, pra janë 60 ditë pas konstituimit të kuvendit të Republikës Kosovës, e kam vlerësuar që t'u jap partive politike kohën në dispozicion në mënyrë që të mbrimte një marrëveshje që sapo pastaj të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës, të mos ketë nevojë që të presim 60 ditë për të zgjedhur presidentin, ose të mos vim në një situatë që nuk besoj që dikush e do, që mos ta zgjedhim presidentin dhe që të shkojmë edhe një herë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kjo nuk është e mirë as për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe nuk mendoj që nga kjo situatë do të përfitonte dokush nga subjektet politike apo individ për brenda subjekteve politike. Prandaj, si ushtruese detyrës së presidentes, unë i kam mirëpritur takimet e zhvilluara me ftesë të kryeministrit dhe kryetarit të lëvizjes vetëvendosje zotit Albin Kurti. E kam vlerësuar pozitivisht qasjen e LDK-s dhe PDK-s, pra që kam pranuar që të vazhdojnë këto takimet. Nuk më duket mirë që tashmë LDK-ja ka pezulluar si me thënë takimet për të arritur një marrëveshje. Ftoj edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që t'i përgjigjet pozitivisht ftesave për takime, sepse nuk mund të kemi marrëveshje pa pas takime. Prandaj qasja serioze, konstruktiviteti në këto diskutime sjellte një marrëveshje. Edhe një herë duhet të theksoj, siç kam thënë më përpara, qytetarët e Republikës së Kosovës përmes votës së tyre i kanë ndëshkuar bllokadat apo qëndrimet bllokuese, të cilat pamundsojnë që ta zgjedhin presidentin e vendit. Kosovës i duhet një president me mandat 5 vjeçar, prandaj rreth kësaj duhet të ketë përpjekje maksimale, pra duhet të ketë përbashkim nga të gjitha palët. Zëra Presidente, është një postim i fundit të kryetarit të LDK-s, i cili thotë që LDK-ja është partia e idealistëve, PDK e kryengreptësve, ndërsa vetëvendosje e të pakënaqurve. Si e komentoni këtë deklarat? Nuk e komentoj fare, se s'është puna ime të komentoj deklaratat të tilla. A jeni ofër një marrëveshje me LDK-n apo janë larguar? Ju e dini shumë mirë që përpjekja serioze e kryeministrit Kurti po vazhdon. Kryeministri Kurti ka ftuar partitë politike për këtë qëllim, por LDK i ka pezulluar negociatat, ndërsa PDK ka pasur qëndrim të vet dhe AK-ja nuk i është përgjigjur pozitivisht ftesës. Nuk mund të ketë, si me thënë, detyrime për t'ju përgjigjur këtyre takimeve, por është shumë e rëndësishme që për hir të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe për vetë shtetin tonë, që të ketë përpjekje maksimale që ta gjejmë një zgjidhje. Askush, siç e përmenda, nuk i do zgjedhjet e jashtëzakonshme në Republikën e Kosovës, sepse nuk do të zgjedhin asgjë. Pikërisht për shkak të kësaj që e tha, që LDK-ja visi ka pezulluar, PDK-ja ka jap qëndrimin e vet dhe AK-ja në këtë rast. A keni me thirr seancën, a keni bisedu prap apo se keni me thirr seancën? Tash, afati kushtetues është deri më 7 gusht. Dhe në fillim të gushtit do të ketë seancë konstituive, javën e ardhshme, ju premtoj që do ta dini ditën e saktë edhe orën e saktë. Dhe kjo është e rëndësishme edhe për deputetët, që në seancën konstituive të jenë të gjithë 120 deputetët, ashtu siç edhe thekson aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Ju faleminderit dhe shihemi në konferenca tjera.